ngjarjet e fundit, cila ka bërë përshtypje, qoftë nga mënyra si është kryer dhe motivi, ajo e Vlorës, Sarandës, në Lezhë, apo cila mendon se mund të edhe të ishte parandaluar fatkeqësisht, në fakt nga policia e shtetit, e cila unë prapë kam rezervat e mia. Në plan të gjerë, pra në makro, vendi tashmë ka një strukturë shumë të fortë të konsoliduar, të një lloj aleance e cila e ka ruajtur ekuilibrin çuditërisht, gjithë kanë pritur që ajo të shpërbëhet, por si asnjëherë tjetër, ata kanë qenë të qëndrueshëm dhe kjo ka bërë që të mos ketë shumë krime të mëdha. Unë sigurisht kam patur bindjen që aty nga vitet 2018 deri nga viti 2022 po ndodhte një ndërrim i elitave të organizatave kriminale, pra pati një ndryshim goxha të rëndësishëm, por nuk e mendoja që ata që do vinin mbrapa do të ishin, ke parasysh filloi që me vrasjen e Edison Arizajt në Vlorë, patëm goxha ngjarjet e Shkodrës, ngjarjet e Elbasanit, ngjarjet e Tiranës, pra pati një ndërrim të dukshëm të top listës krimit organizuar. Pra, nëse shikojmë në makro, duket që ka një balancë e cila i ka ndaluar krimet e nivelit lartë, siç ishte thash ngjarja e fundit e Rinasit. Pra ngjarja e Rinasit, përveçse ngjarja me edhe liçtë e Shkodrës sigur kanë ngel në qetësi tani. Jo, nuk ka ngel njëri në qetësi aty, por që ke vështirë sepse duhet ta gjesh kundërshtarin, ta humbi pak vigjilencën. Kështu që statu quo që është krijuar në vend ka ndikuar që ne mos kemi, thash, nëse nuk do të ndodhte Rinasi, ne do kishim zhvillime të rëndësishme. Ngjarja e Rinasit, përveç se ishte ngjarje parandaluese, kishte edhe një mesazh shumë të fortë. Dëshmoi që ata që po e kontrollojnë territorin janë ende shumë të fortë dhe shumë shpejt për të gritur me ta. Nuk mund të përleshesh me ta në të momente, sepse mbi të gjithë ata kanë një bashkëpunim të fortë me Agjencinë e Zbatimit të Ligjit. Po ma mend para një muaji u ka Ervis Korçari në Ksamil. Ervis Korçari është ai i famshëm i Elbasanit që ka qenë lidhje e çapjeve. Po si është e mundur që operacionali shkoi aq shpejt dhe kapi? Sepse kundërshtar dhanë informacion. Ai mund të godiste nëse qëndronte më gjatë në territor. Dhe u përdor, sigurisht që policia bën punën e vet dhe do marrë informacion nga gjitha krahët. Ne mendon që policia e shtetit ndeshë përdoret edhe nga grupet kriminale për informacione. Patjetër, kjo është, po kjo është një gjë që ndodh gjithë botën tani. Ajo çfarë ne kemi parë në fakt nga gjithë këto dosjet e SKCC thuajse na kanë dalë shefa komisariate, drejtor qarqesh, policë të thjeshtë. Pra në një farë mënyrë rrjeti i tyre vazhdon, nuk është që është ndërpërri në një linjë.